Një veprim që ka lënë pa fjalë shqiptarët kudo që ndodhen, ka qenë ai i Berat Buzhalës ndaj Albatros Rexhaj në një studio televizive. Çdo gjë filloi sepse analistët ndanin mendime të ndryshme në lidhje me qëndrimet që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka në lidhje me ngritjen e gjykatës speciale, si dhe për mundësinë që kjo gjykatë mund të shfuqizohet nga shteti i Kosovës. Kur nuk pritej nga askush, Berati vrapoi drejt karrikes së Albatrosit dhe teksa tentoi ta godiste, u fut në mes Blendi Fevziu, një situatë skandaloze kjo, e cila komentuai gjatë në rrjetet sociale, por ajo që nuk dihet pas asaj që ndodhi është një tjetër gjë. Specialistët e komunikimit thonë se ky veprim i Beratit nuk është as pak i rastësishëm. Ai që e bëri këtë veprim ishte i vetëdijshëm për efektin që ai do të ketë dhe për faktin që media do të përqendrohet në të. E në këtë kontekst, për 2 ose 3 ditë rresht, media do të shkruajnë për këtë çoroditje të Beratit, duke tërhequr vëmendjen nga skandalet e shumta të qeverisë shqiptare. Nga ana tjetër, Berati ka bërë një deklaratë që ka çuditur jo pak veta. Ai u shpreh se do të zhduket nga ekrani për disa kohë. Kjo tërheqje do të vijë sepse atij i duhet kohë që të mësojë të menaxhojë emocionet e tij, pasi shpeshherë i dalin jashtë kontrollit. Të dashur miq, u shpreh analisti, tashmë nuk do më shihni më në studio televizive, sepse duhet t'i jap kohë vetes që të mësohem të menaxhoj emocionet e mia. Ajo që bëra në studio është e papranueshme dhe jam i vetëdijshëm për këtë gjë. Nga ana tij, Albatrosi ka reaguar në lidhje me këtë situatë, duke thënë se arma e tij më e fuqishme është fjala dhe arsyeja. Po ju, si e komentoni veprimin e Beratit? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.